prej përfundimit të luftës dytë botnore, e gjithë lëvizja ilegale në Kosovë është angazhu për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Fillimisht kemi NDSH-n, e cila ka qenë një organizatë paka shumë me djathtë, pastaj kemi Metosh Krasniqin, Sabrina Oselën, Gjafer Shatrin, Ibrahim Kelmenin dhe të tjerë, gjithashtu pjesë e kësaj lëvizje, po fillimisht kjo lëvizje ka qenë lëvizje patriotike, nuk ka pas elemente të majta. Po e gjithë lëvizja ilegale, dhe në vitin 1981, ka qenë përveç organizatës për cilën unë po flas, të gjithë kanë qenë të angazhuar për bashkimin e Kosovës dhe viseve të tjera shqiptare në Jugosllavi me Shqipërinë. Ky është dallimi, sepse ne jemi organizata e parë e cila angazhohet që zgjedhjen e problemit nacional ta bëjë në kuadër të Jugosllavisë. Me Republikë. Me Republikë edhe për një arsye, jo pse ne kemi qenë kundër bashkimit, përkundrazi, po për shkak që kushtet e përgjithshme politike në botë ka qenë të tilla që bashkimi ka qenë i pamundur. Ne kemi ardhur në vlerësim që bashkimi i Kosovës me Shqipërinë në kushtet gjeopolitike që ka qenë atë kohë, lufta e ftoftë, pozicioni i Jugosllavisë, Jugosllavia me një pozicion jashtëzakonisht mirë ndërkombëtar, ka qenë e pamundshme. Pra ne nuk kemi menduar që kjo është e pamundur, prandaj duhet kërkojmë diçka që është e mundshme. Edhe për ne ka qenë Republika e mundshme, si kërkesë për arsye se shqiptarët kanë qenë në numër në Jugoslavi, më shumë se slovenët, më shumë se malazezët, më shumë se bosnjakët, më shumë se macedonasit. Pra, jemi të vetmit që në fakt kemi qenë gjysma e popullit, po se kemi pas Republikën tonë nacionale, si që kanë Serbët, Kroatët e tjerët. Pra, ju ishit organizimi parë politik që pretendoni që të Republika e barabartë në Republika tjera të ishte Jugoslavisë, do të mund të ishte zgjidhja, apo? Apo mendoni që me gjitha duhet të ishte pavarësi edhe... Ne, ashtu si thash... Ne kemi edhe programin e partisë, nëse mund të nxjerrim në ndërkohë regjia ta shohim pak. Po, mund... Shiko, po...